Të respektuar, të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, sot me lejen e Allahut të lartësuar jemi tek sura Tur, surja Tur, e cila është një sure mekase prej 49 ajeteve. Allahu i lartësuar betohet në këtë sure që në ajetin e parë, ku edhe emri i kësaj sureje ka ardhur prej këtij ajeti, në malin e Turi Sinait, ku është një mal i cili ndodhet në gadishullin e Sinait në Egjipt, ku sipas qoftë jehudizmit, krishtërizmit, por edhe fesë islame, mali i Sinait është vendi ku ka ndodhur një nga mrekullitë me profetin Musa a.s. ku ati i janë shpallur urdhëresat prej Allahu Gjelleshanuhu, 10 urdhëresa që thënë ndryshe. Po ashtu shohim në Kuranin famëlart që edhe në surën Tin Allahu betohet në këtë mal, ku thot wa Turi Sinin, dhe betohem në malin e Turi Sinait. Kjo është një sure mekase, dhe ne shikojmë që Allahu i lartësuar në surën Tur me këtë mesazh të madh që na orienton tek një ngjarje shumë madhështore e Musait alayhis salam, arsyeja thelbësore e emërtimit me këtë emër dhe orientimit të arabëve Mekas të asaj kohe për ta dëgjuar këtë ngjarje të Musait alayhis salam, rrjedh për faktin sepse ka një të përbashkët midis asaj çfarë kërkuan Mekasit si mohues ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë kërkoi Musa alayhis salam si besimtar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mbasi profeti alayhis salam ja shpalli besimin Mekasve, ata e mohuan. Pavarësisht shumë diskutimeve, ata shkuan në mohime aq të mëdha, sa që siç e shënon Allahu në surën Isra 90:93, tregohet kulminacioni i mosbesimit të Mekasve, ku i than Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të besojmë ty derisa të nxjerrësh prej tokës burime, ose nuk do të besojmë derisa të kesh kopshte me hurma e me rush, e të bësh të rrjedhin vazhdimisht lumej në mesin e tyre. Ose nuk do të besojmë derisa të bjerë mbi ne qielli copa, ashtu pra siç ti thua do të na dënoj Zoti, ose nuk do të besojmë derisa të na sjellësh Allahun bashkë me ëngjëjt përpara nesh. Ti shikojmë ata. Ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell, por ne nuk do të besojmë për ngjitjen tënde derisa të sjellësh një libër që ta lexojmë. Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, thuaj subhanallah, kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Thuaj subhanallah, i madhërisëm është Zoti im, a mos jam unë gjë tjetër vetëm si një njeri, një pejgamber? Kjo çfarë kërkoni ju është totalisht jashtë kompetencave të mia. Ky elementi thelbësor i Mekasve që duan ta shikojnë Allahun Gjelleshanuhu, Allahu do ta tregojë një ngjarje ku një prej profetëve të tij ka dashur që ta shikojë Allahun Gjelleshanuhu, dhe ky është Musai alayhis salam. Dhe pikërisht betimi i Allahut në këtë kodër të Sinait, o Tur, pasha malin e Turit të Sinait, orienton që ne t'i hedhim një sy me detaje se çfarë ka ndodhur në këtë mal diçka madhështore që Allahu po kërkon prej nesh, sepse ai është betuar dhe betimi i Allahut tregon një gjë madhështore dhe tepër të rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë. Dhe kur e shikojmë të ngjarje në surën Araf në 15 ajete nga 140 a 155, ne na del në skenë ngjarja e Musait me popullin hebre,
të cilët mbasi i shpëtoi nga faraoni, i largoi nga Egjipti, sepse edhe mali i Turi Sinait pra është në të dalmet e Egjiptit, pra në kufi, edhe mbasi ndodhi mrekullia e madhe që Musai a.s. Allahu i mundësoi që të hapet deti dhe të kaloj populli i tij në anën tjetër, ndërkohë që faraoni me ushtrinë e tij u përmbytën në mes të detit, ne shikojmë që një popull si populli e Hebre, të cilët edhe pse shpëtuan nga faraoni, edhe pse pa një mrekulli me sytë e tyre që u hap deti, ata përsëri në zemrën e tyre nuk e kishin rrënjosur besimin e pastër, në tauhidin e pastër në Allahun xhaleshanuhu, një të vetëm pa shok, por ata me njëherë sa kaluan anës tjetër të detit, pa një popull që kishte statuja që e adhuronin, dhe i than Musait a.s. dhe i kërkuan atij që edhe ti të na bësh neve një zot si puna tyre, që edhe ne ta adhurojmë atë. Falenderojmë Allahun xhaleshanu për besimin e pastër që na ka dhënë në zemrën tonë, të dashur besimtar. Por shikojmë që njerëzit, edhe pse mund të shikojnë mrekulli të qarta të Allahu xhaleshanuhu, prap ata nëse nuk duan të besojnë thellë në zemrën e tyre, nuk duan ta ndryshojnë jetën e tyre, nuk duan ta ndryshojnë gjendjen e shpirtit dhe zemrës së tyre, ata kanë për të mbetur në humbje, edhe nëse qoftë Allahun do ta shikonin me sytë e kësaj bote. Prandaj është një mirësi e madhe që elhamdulillah Allahu ka rrënjosur besimin e pastër në zemrën tonë, dhe për këtë ne duhet ta falenderojmë atë. Dhe kjo na fton neve në një meditim dhe reflektim për fuqinë absolute të Allahu xhaleshanuhu, sepse me të asgjë nuk mund të jetë e barabartë. Nuk mund të ketë Zot ajo çfarë është ndërtuar nga duart e njerëzve në formën e statujave. Nuk mund të ketë Zot asgjë tjetër përveç Zotit të vërtet që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që ka krijuar gjithçka, ai që ka krijuar mendjen më të ndritur njerëzore, e cila është shpikja, është arsyeja e shpikjes së të gjitha besimeve të kota, atëre njerëzit janë më shumë të destinuar të besojnë atë çfarë ka shpikur mendja njerëzore e krijuar prej krijuesit absolut Allahu xhaleshanu, se sa të besojnë krijuesin e vërtet që na ka krijuar neve të gjithë. Dhe mbas kësaj skene të cilën Musain a.s. do ta trishtonte, që si ka mundësi që një popull të shikojë mrekullit me sy dhe prap të orientohet tek zotrat e rrem, tek statujat, ai me ftesë të Allahut të lartësuar do të ftohet nga Allahu për 40 net me radhë në malin e Turi Sinait, ku aty ati do t'i shpalleshin shpalljet e Allahut të lartësuar, ligjet dhe orientimet se si populli hebre që ishte me Musain a.s. që kishin ikur në Egjipti, duhet pra të jetonin jetën tashmë si besimtar musliman. Ai për 40 net me radhë u largua nga populli i tij dhe në krye të tyre la vëllain e tij Harunin që të ishte kujdestari i tyre. Dhe porositi që kujdes mos të dalin mbi ty fuqia e këtyre mizorve, po mbaje popullin në kontroll derisa unë të kthehem. Ai agjëroi dhe falej pa pushim për 40 ditë dhe net, pra domethënë, derisa më pas Allahu xhaleshanuhu do t'i flas drejt për së drejti Musait a.s. Musai a.s. ndryshe njihet si Kelimullah, ati të cilit Allahu i lartësuar i ka folur drejt për së drejti pa ndërmjetësimin e ëngjëllit të shpalljes Xhebrailit a.s. Dhe kështu, një nga gjërat thelbësore që mësojmë në këtë fakt është fakti se Allahu përmend 40 net me radhë, 40 lejle, dhe fakti i përmendjes së natës në këtë ngjarje madhështore është për faktin sepse adhurimi i natës,
është ai I cili dallon nga adhurimi I ditës dhe është një adhurim shumë I fuqishëm, saqë njeriu e lartëson shumë shpirtërisht dhe e bën gati atë për të përballuar gjëra të cilat ndoshta nuk do t'i përballonte me adhurimin e ditës. Dhe ne e dim shumë mirë traditën e fortë islame në namazin e Tehexhudit, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte obligim që ai të falë dhe kështu edhe I orientoi familjarët dhe shokët e tij. Sepse njeriu nëse do të fuqizohet në besim, nëse do që të lartësohet në grada tek Allahu I lartësuar, pikërisht namazi I natës është një namaz I cili është shumë I fuqishëm, të jep një ushqim të madh shpirtëror, të zgjidhë çdo hall dhe breng, sepse është një moment që lutjet janë të pranuara nga Allahu I lartësuar, por edhe shohim që njeriu merr një fuqi të madhe. Musa alayhis salam ishte pejgamber I Zotit, por shohim një urtësi që për 40 net ai duhet të adhuronte, duhet të agjeronte gjatë ditës, të shkëputej totalisht nga çështja e dynjas, sepse ndryshe ai nuk mund ta përballonte fjalën e Allahut të lartësuar që do t'i fliste atij drejt për drejt. Por Musa alayhis salam, mbasi e dëgjoi fjalën e Allahut të lartësuar, ai me dëshirën e madhe, me atë kënaqësi të madhe shpirtërore që mori nga dëgjimi I fjalëve të Allahut të lartësuar, ai më pas kërkoi diçka më tepër se kaq. Dhe Allahu e shpjegon në surën Araf 143, ku thot: "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk." Dhe kur Musa alayhis salam erdhi në kohën dhe vendin ku ne ja caktuam dhe më pas Zoti I foli atij, atëherë Musa ju drejtua Allahut dhe ju lut: "O Zoti im, ma mundëso pamjen tënde të shikoj ty." Pikërisht kjo ngjarje madhështore dhe kjo dua e Musait alayhis salam që kërkoi ta shikoj Allahun xheleshanu me syrin e dynjas, I jep një rëndësi të madhe pra betimit të Allahut në surën Tur, që ne nafton të meditojmë në këtë madhështi të kësaj ngjarjeje. Dhe Allahu I lartësuar do t'i përgjigjet Musait alayhis salam: "Qala lan tarani, walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Ti nuk mund të më shikosh mua, po shikoje këtë kodër, e nëse ajo qëndron në vendin e vet, ti do të më shikosh mua. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dhe kur Allahu I lartësuar ju zbulua kodrës, por kjo zbulesa e tij është diçka, domethënë minimalisht, sepse po flasim për dynjan dhe po flasim për krijuesin e dynjas. Dhe kur ju zbulua kodrës, kur I bëri asaj tejelli në gjuhën origjinale arabe, atëherë do të shikojmë që kodra do të coptohej nga drita e Zotit të lartësuar, do të bëhej copash, do të bëhej thërmia të vogla. Dhe Musait alayhis salam I ra të fikët. Dhe kur erdhi në vete tha: E lartë është madhëria jote, o Zot, pendohem tek ti për atë që kërkova, unë jam I pari prej besimtarve. Një nga mësimet madhështore të këtij ajeti dhe kësaj ngjarje është, të dashur besimtar, se ne Zotin e lartësuar nuk mundet ta mendojmë brenda krijesës së Tij. Allahu ka krijuar gjithçka, tokën, 7 kate qej, kursin, arshin e të gjitha me radhë. Dhe në momentin që ne duam me mendjen tonë njerëzore krijuesin absolut ta fusim brenda krijimtarisë së Tij, atëherë krijimtaria e Tij nuk mund ta përballojë Zotin subhanahu wa taala. Prandaj dhe Allahu I lartësuar thot në Kur'an: "Ar-Rahman 'alal 'arshi istawa." Rahmani, Allahu I madhërisëm, u lartësua mbi zotëroi, e tregoi fuqinë absolute të Tij mbi të gjithë krijesat e Tij, edhe mbi arshin madhështor që është një krijesë e Tij që ka plon të gjithë krijimtarin. Ai është madhështor, nuk mund krahasohet krijesa me krijuesin subhanahu wa taala. Por edhe kur shikojmë në argumente të qarta, siç tha profeti alayhis salatu wassalam, edhe në këtë ajet, ne nuk mund ta shikojmë, edhe Musa nuk mundi ta shikojë Allahun subhanahu wa taala me syrin e kësaj dynjaje,
por ama është premtuar që njeriu do ta shikojë Allahun xhaleshanu, krijuesin e tij në xhenet. Po mirë, si ka mundësi? Po sepse kur shohim në Kur'anin famëlart, Allahu i lartësuar për botën e përtejme flet për një dimension tjetër dhe jo në dimensionin e kësaj bote. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Sepse në atë botë do të ndryshojë kjo dynja, nuk do të jetë më stili i kësaj jete si stili i kësaj bote me ligjet e kësaj bote. Do ndryshojnë qiejt dhe toka, është totalisht një botë tjetër dhe në argumente të qarta edhe trupi i njeriu nuk do të jetë siç është në këto momente, por do të ketë një dimension tjetër. Mbi të gjitha atje është dimensioni i pafundësisë. Dhe ne nuk mund të mendojmë për pafundësi me mendjen tona që janë të krijuar në këtë botë ku jemi të rrethuar nga çdo gjë që është e fundme. Prandaj dhe ka thënë profeti alayhis salam për xhenetin, që sido që ta mendosh, as syri se ka pa, as mendja se ka dëgju, as mendja nuk e mendon. Dhe po ashtu dhe për Allahun subhanahu wa taala është një ligj, çfarëdo dhe sido që ta mendosh që është Zoti, dije që ajo është e kundërta e saj. Pra nuk është ajo çfarë ti mendon, sepse mendja jote është njerëzore, është një krijese e cila kurrësi nuk mund ta mendoj ashtu siç është në të vërtetë krijuesi përposa asaj çfarë ai ka shpallur në Kur'anin famëlart. Dhe do të jetë shpërblimi më i madh i xhenetlive shikimi i Allahut të lartësuar ditën e Xuma, ku tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i shfaqet xhenetlive si shpërblimi më i madh ditën e Xuma, njëjtisht njerëzit shikojnë hënën 15-vjeçe pa u shtyr me njëri tjetrin, por gjithsecili do ta shikojë dhe do ta shijojë mrekullinë e këtij shikimi në xhenet. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera, të gëzuara nga lumturia, sepse Zotin e tyre do ta shikojnë, ndërkohë e kundërta wujuhu yawma idhin basira tadhunnu ay yuf'ala biha faqira. Atë ditë do të ketë fytyra të vrazhda, të cilat presin të kthehet kurrizi, pra të shkatrohen, mos të përfillen fare, por të udhen në xhenemin dhe dënimin e Allahut të lartësuar. Dhe kjo mrekulli e madhe që ndodh pikërisht me Musain alayhis salam, ne e shikojmë që her pas here Allahu ka treguar mrekulli madhështore. Dhe një nga mrekullit akoma dhe më madhështore, cila është në doktrinën islame, në traditën islame, është pikërisht ajo çfarë shënonte data dje, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me lehtë Allahut të lartësuar bëri udhëtimin më madhështor. Ndonse Allahu i foli Musait alayhis salam mbi 7 katë qej drejt për drejt në malin e Turi Sinait, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam Allahu e lartësoi mbi 7 katë qej deri në Sidratul Muntaha dhe i foli atij vetëm në pengesë të një perde drite, siç e përshkruaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe doktrina islame thot këtë: kushdo që pretendon që fola me Zotin apo e pash Zotin, sepse dëgjojmë edhe njerëz të kësaj natyre, le ta di dhe tha Aisha radhiyallahu anha, kushdo që pretendon dhe thot që Muhamedi alayhis salam e pa Zotin, apo kushdo që pretendon që e shikon Zotin, le ta di që i ka bërë kufër, e ka mohuar Allahun xhaleshanu, sepse dimensioni i kësaj bote kurrësi nuk mundet pra që ta përfshi Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse ai është krijuesi i të gjitha krijesave, i të gjithë këtij universi sado madhështor që është ai. Është një sure për të reflektuar, është një sure që na fton në meditim, është një sure e cila tregon një madhështi absolute të Allahut të lartësuar, dhe është një sure që ta kuptoj zemra e besimtarit musliman që Zoti jonë është madhështori, prandaj ai duhet besuar, ai duhet besuar dhe ti pranojmë të gjitha urdhëresat e tij pa më dyshjen më të vogël, ti bëjmë parimet e jetës tonë, sepse vetëm kështu do të ndriçojë fytyra që të marrë shpërblimet e mëdha të Allahut të lartësuar. E kundërta, kushdo që e mohon Zotin, do të jetë ai me fytyra të vrazhda,
që nuk ka për të përfillur dhe ka për të dënuar nga ana e Allahu xhaleshanu. Allahu na bëf për tyre që jetojmë me fjalën la ilaha illallah me të gjitha obligimet e saj dhe largohemi nga kjo botë me fjalën la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.